Falënderimet qofshin për Allahun, një i vetëm dhe i pashojq. Paqja, mirësia dhe begatitë të madhit Allah qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik, dhe mbar ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku lutim madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë dhe sonte me jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi në prag të luftës së madhe të Bedrit. Dhe arsyeja se përse quhet lufta e madhe e Bedrit, ndërkohë që ndodhit ose ndikimi, domethënë për botën po flasun, në atë kohë nuk është se ishte ndonjë gjë e madhe. Pra, gjithmonë kur bëhet fjalë për luftra, do të thotë që kemi fuqi të mëdha të cilat qëndrojnë pas këtyre luftrave, edhe në ditët që ne jetojmë. Kështu lexohet historia dhe kështu historia përsëritet në mënyrë të vazhdueshme. Bota gjithmonë ka patur perandori, pra shtete të mëdha, dhe ka patur dhe shtete që i afrohenin atyre, por nga fuqia, por nuk krahasohenin dot, Allah shpëlbej. Nuk krahasohenin dot, dhe për të mbijetuar ose për të jetuar në forcën të cilën e dëshironin, bënin aleanca me këto perandori. Perandoritë e asaj kohe të cilat kishin ndarë botën, domethënë bota ishte në dy pjesë për sa i përket perandorive, ishin dy. Perandoria perse dhe perandoria bizantine. Perandoria bizantine ajo kishte dy degë në vetë, ajo romake dhe ajo e Bizantit të lindjes dhe ndryshe ose Konstantinopoja. Që të dyja këto perandori të cilat luftonin me njëra tjetrën për se kush do të ketë influencë më të madhe në botë, sa numëronin ushtarë nderuarit e mi. Thonë që minimalja kishin 2-3 milion ushtarë. Minimalja kishin 2-3 milion ushtarë. Dhe ne po flasim për luftën e Bedrit, por edhe për betejë të tjera. Po flasim për luftën e Bedrit konkretisht, ku nga dyja palët, domethënë, sasia e ushtarëve, dyja palëve ishin 1300-1350 vet maksimumi. Në një perandori të madhe siç ishte ajo perse dhe ajo bizantine, çfarë i takonte, domethënë, një numër i tillë, si më qenë të bësh sharr 2 lagje. Kaq ishte. Kështu që betejë e Bedrit, që ne i themi ndryshe lufta e madhe e Bedrit, nuk e ka vlerën e saj dhe rëndësinë e saj, vërtet nuk e ka, domethënë, tek numri që kanë prezantuar aty, por tek rrjedha që do të ndryshojnë të ardhmen. Zoti Xhelel Xhelalu e ka përmendur dhe e ka konkretizuar, e ka quajtur atë betejën e Bedrit si Yaumul Furqan, dita ku ndahen gjonat, dita e dallimit. Yaumul Taqal Jam'an, ditën thot Zoti, domethënë kur u takuan thot të dyja ushtrit. Thamë që profeti alayhi salatu wasalam para betejës së Bedrit kish zhvilluar ose kish drejtuar 8 ekspedita. Kam 2-3 herë që maj ligjërat, domethënë jetën e pejgamberit, du me gjetë fjalën ekspedit dhe rritu përmend fjalën çet. Ekspedita ushtarake. Pra ka drejtuar 8 të tilla dhe thash, ajo çfarë i karakterizoi këto 8 ekspedita është fakti se aty nuk mori pjesë asnjë Medinas. Ishin që të gjithë muhaxhir. Kjo sepse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dëshironte të vinte në pozitë. Zoti kur dha urdhrin për luftë, tha udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Jo është dhënë leje atyre të cilët janë luftuar dhe jo është bërë pa drejtësi, pra të luftojnë kush? Ata të cilëve i është bërë pa drejtësi. Medinas dhe sërsi i është bërë pa drejtësi deri në ditë nga Mekasit. Kështu që i dërguar i Zotit domethënë nuk përfshinte dhe nuk obligonte Medinasit, vendasit, dhe nuk i nxiste për luftë. Dhe në të 8 këto betejë, tham, pati vetëm një të vrarë, dhe nga 8 betejë ose nga 8 ekspedita pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga këto 8 vetëm njëra ishte që ata sulmuan dhe në 7 tjera ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili kërkonte hakun e muslimanëve.
e fundit e cila i parapriu Bedrit, ajo që folim dhe në herën e kaluar, betejë e Nakhles, ku në 8 ekspedita pra pati vetëm një të vrarë dhe ishte pikërisht këtu. Profeti alayhi salatu wassalam në drejtimin e sahabiut të nderuar Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu dërgon 8 vetë dhe një ekspeditë ushtarake për të vëzhguar karvanin Kurejshit. Pra i kish ardhur fjala që një karvan Kurejshit do të niset, por akoma domethënë i duhej ta vërtetonte. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Ky ishte fillimi çka i parapriu betejës së Bedrit. Dhe thamë që aty ishin vetëm 4 burra që shoqëronin atë karvan. Pra pritej një karvan i madh, nuk pritej ky. Një karvan i madh. Dhe karvani i madh do të jetë ky pikërisht i betejës së Bedrit. Abu Sufjan ibn Harb, vjerri i pejgamberit alayhis salam, kish dal në një karvan që kishte 1000 deve. Çfarë do thotë një karvan me 1000 deve? Një karvan me 1000 deve të nderuarit e mi do të thotë që shumica e pasurisë së Mekës ishte në atë karvan. E kanë llogaritë dhe kanë thënë që minimalisht çdo 100 deve i binte me pas domethënë në vlerë mall, domethënë malli që vlente aty 2000, domethënë rreth 2 kg e gjysmë flori. Po kur bëhej fjalë domethënë për 1000 të tilla, nga 2 e gjysmë thotë në 5. Dhe në atë karvan ishin 40 vetë, 40 tregtar, që ata kishin pasuri tjera në vete, domethënë kishin flori në të holla kur i thënë, ndryshe nga malli që ishte aty. Pra, profeti alayhi salatu wassalam me këtë që dëshironte të bënte, ishte goditja vendimtare për Mekasit ose për muhaxhirët të cilët ishin dëmtuar, që është e vërtetë domethënë shumë nga Mekasit në gjatë qëndrimit të tyre në Mekë. Dhe kështu ai dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam nuk bën thirrje nxitse, me thënë ndryshe, se po të kishte dash ashtu do kishte tubu një ushtri shumë të madhe. Po bërë një thirrje shumë normale që duhet me dalë me i prej rrugën këtij karvanit, pra që i kishin ardhur fjalët që është nis në drejtimin e Abu Sufjanit. Thotë dhe mblodhën në atë karvan, pra kanë në atë ushtri, kanë prezantuar nga 313 në 319 vetë. Ai dërgumi i Zotit alayhis salatu wassalam, sepse do të jemi për disa herë me radhë në betejën e Bedrit dhe mësimet që nxirren prej saj, ai dërguari i Zotit alayhis salatu wassalam ka bërë shumë gjëra në këtë udhtim. Bedri sot me Medinën është rreth 150 kilometra larg, domethënë Medinës, në drejtim të detit, domethënë andej nga kalonin karvanet, që është e vërteta. Dhe niset i dërguari i Zotit dhe shikoni domethënë çfarë përgatitje ushtarake kishte. Nëse ishin 313 ose 315, 317 ose 319 burra, kishin 70 deve dhe 2 kuaj, 2 kalorës në total. Çdo 3 ose 4 veta thot hipnin me radhë ke 1 deve. Dhe ai pejgamberi alayhis salatu wassalam kishte dhe ai 2 të tjerë me të cilën ndroi, një prej tyre ishte Aliu radhiyallahu anhu, ndërsa i dyti ka qenë në Al-Mundhir, s'kujtohet mbi emrin e tij. Këta tani për ta respektuar pejgamberin alayhis salam i thonë, o i dërguari i Zotit, ecim në kom, ecim në. Ti hipi deves. Shkoni se si i përgjigjet zotëria e njerëzimit. Zoti xhelel xhelalu na ka përshkruar se ai është mëshirë për njerëzimin, ai është edukator për njerëzimin, ai është mëshironjës, domethënë i asaj në të cilën fton. I thot profeti alayhis salatu wassalam, ju nuk jeni më të fortë nga unë për të ecur, dhe nuk jeni më nevojtarë se unë për sevapin. Pra, ose do të ndrohemi, ose nuk diskutohet ndryshe. Dhe thash që në këtë betejë kishte vetëm 2 kuaj.
sepse nuk ishte nisur për një betejë të madhe ashtu siç do të ndodhte më vonë. Po ishte nisur, domethënë, për t'i prerë rrugën një karvani që maksimumi mund të kishte 100 veta. Por ndryshe nga 8 ekspeditat ushtarake të cilat i kishin paraprirë Bedrit, në të 9-ën që është Bedri i dytë ky, sepse kemi përmendur që ka pas një Bedër tjetër para kësaj, Bedri i vogël, dhe kjo quhet lufta e Bedrit e Madhe. Këtu kanë marrë pjesë muhaxhirë dhe ensar, edhe vendalit. Ju përgjigjen thirrjes së profetit alayhis salam. Madje aq shumë po garonin për të prezantuar në këtë betejë, sa edhe fëmijët, ata të cilët ishin në moshën e bylygut, në moshën e pjekurisë, pubertetit, domethënë, kanë tentuar për të prezantuar ose për të bërë pjesë e kësaj ekspedite, por i dërguar i Zotit alayhis salam i ka kthyer, i ka refuzuar. Dhe përmendin burimet historike që ata të cilët kanë tentuar të bëhen pjesë kësaj ushtrie kanë qenë 8 fëmijë, pra 8 njerëz në moshë, pra nën 15 vjeç po themi. Dhe ai profeti alayhis salam i ka refuzuar. Pra nuk ka lejuar që ata të bashkohen një nismë të tillë. Zoti xhelalu për ata të cilët kanë marrë pjesë në Bedër dhe në historinë e Islamit, domethënë ata të cilët kanë marrë pjesë në Bedër kanë një vlerë të veçantë. Ndaj kemi rastin ku sahabiu i nderuar Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a ka qenë muhaxhir, mirë po në çlirimin e Mekës, sikurse do ta përmendim inshallah në të ardhmen nëse Zoti na japi ymër. Në çlirimin e Mekës, Hatib ibn Abi Balta'a bën një veprim që dërgon një letër informuese në Mekë, për Mekasit, për të thënë që profeti alayhis salam ka përgatitur një ushtri madhështore dhe është drejtuar drejt Mekës. I dërguar i Zotit dërgon Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu dhe i thotë: "O Ali, shko tek filan karvan dhe aty do të gjesh një grua, ose në atë karvan domethënë është letra e cila informon Kurajshitët. Shkon Aliu radhiyallahu anhu dhe kontrollon domethënë atë gruan, kontrollon sendet e asaj që të gjitha nuk gjen gjë. I thot Aliu radhiyallahu anhu, thot vallahi, thot unë besoj profetin alayhis salam. Atë që e ka thonë ai është kry. Pra duhet me patjetër të nxjerrësh pikërisht domethënë letrën që e bart për Mekë. Nuk kam gjë, thotë. Vallahi, thot, nëse nuk e nxjerr, do të jemi detyruar, thot, kam për të zhvesh. Dhe këtu gruaja, thot, e ka nxjerr letrën e kish fut midis gërshetave. Mos më shkon mend, midis gërshetave. E nxorri domethënë atë letrën dhe pasi ia dërguan profetit alayhis salam, njoftonte shkruante aty nga Hatib ibn Abi Balta'a për Kurajshitët, po ju bëj me dije se i dërguar i Zotit është nisur për në Mekë. E thret Hatib ibn Abi Balta'a dhe i nxjerr letrën. E ke shkruar, thot ti Hatib, po thot, pra as nuk tenton ta mohoj. Po përse e bëre? Thot i dërguar i Allahut, nuk e kam bërë në emër të tradhtisë apo në emër të urrëties fesë. Të gjithë ju keni njerëz në Mekë, po ka se kush u del në mbrojtje. Ndërsa unë njerëzit që kam në Mekë nuk ka kush u del në mbrojtje. Thash ndoshta duke i lajmëruar, mos mi ruaj njerëzit e mi mbrojnë, domethënë nuk mi sulmojnë, nuk mi cënojnë. Kjo është arsyeja se pse e kam bërë diçka të tillë. Thotë Omeri radhiyallahu anhu, i dërguar i Zotit, më lejo ta vras këtë tradhtar. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Jo Omer, se Allahu ka pa në drejtim të atyre që kanë prezantuar në Bedër dhe ka thënë: veproni ç'të doni, faqad ghafartu lakum, se u kam fal." Veproni ç'të doni nuk do të thotë domethënë që ju të veproni veprime të cilat janë kundërshtim me fen dhe unë ju kam fal. Po do thotë që banorët e Bedrit nuk veprojnë veprime që janë në kundërshtim me besimin.
Pra urrejtjet besimit nuk munden me pas më këta njerëz. Gabimtar, patjetër që i gabojnë. Ndaj shko thotë Hatib. Pra nga këtu çfarë kuptojnë? Kuptojmë rëndësinë e madhe që kanë ata të cilët kanë prezantuar në Bedër. Dhe dietarët, domethënë historianët njëkohësisht japin një përparësi të veçantë atyre të cilët kanë prezantuar në Bedër. Madje nëse lexojmë librat e historisë, përmendin dhe emrat e atyre apo debatojnë rreth atyre të cilët kanë prezantuar në Bedër, pra për emrat, a kupton? Që përpiqe thuhet domethënë se ka qenë dhe filani apo thuhet se ka qenë dhe Visteku, me qenë të sigurt për diçka të tillë. Kjo për treguar se sa vlerë i jepnin. Pra u nis ai profeti alayhi salatu vesselam, ku Zoti i gjithësisë i kishte garantuar një ndër dy fitoret, o karvanin o triumfin e dytë. Dhe çfarë të bën përshtypje është se ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër nuk ka pranuar jo musliman. Kur ka shku dikush dhe e ka pyet i dërguar i Zotit, i ka thënë për çfarë dëshiron të luftosh? Do thënë anë emër të besimit, se je besimtar të marrësh pjesë, ka thënë jo. Ka thënë sepse ka luftra të tjera sikur se do ta përmendim ne që i ka pranuar. Thotë fa inni la asta'inu bi mushrik. Unë nuk kërkoj mbrojtje, ndihmën e idhujtarëve. Pra këtu është qendresa e besimit. Pra ata të cilët kanë marrë pjesë në Bedër kanë qenë ai ka thënë ndryshe. Kanë qenë ajka, që do të thotë që kanë qenë njerëzit më të veçantë. Garonin për këtë sevap, garonin për këtë shpërblim. Shkuan në Bedër, aty pra ku do të kalonte Ebu Sufjani me ushtrinë e tij. Po këtu lind pyetja natyrshëm. Dikush me drejt do thonë, ore, ti po flet që kishim një karvan me 1000 deve. Pra që i bjen që shumica e pasurisë së Mekës ishte aty. Dhe si për çuditën e rumit e mi, nga Mekësit vetëm një person s'kishte fut lek në atë karvan. Se ç'ndodhte, domethënë, pra kush e drejtonte karvanin, dhe Ebu Sufjani ishte i pari i Mekës. Pra nuk është si ishte i emëruar, por e kishte statusin në respektin që kishte nga të tjerët, ishte i pari i Mekës. Dhe kur dilte i pari i Mekës, domethënë me pri një karvan, ç'ndodhte të gjithë ata të cilët kishin tholla, kishin para, kishin pasuri, ja jepnin dhe porosisin për shembull, do mblesh këtë, do mblesh atë. Gjëra për të cilat kishin nevojë, qofshin këto gjëra tregtare apo jo. Kështu që shumica e pasurisë së Mekës ishin aty dhe thash që nga Meka vetëm një person nga ata që kishte para nuk kishte fut para në atë karvan. Dhe lind pyetja natyrshëm. Po mirë, po si e dërgon këtë karvan me 40 vet? Pra mbrohet gjithë ky karvan me 40 vet, sepse të nderuarit e mi ata atje ku kalonin kishin aleancë. Domethënë me fiset ku në këtë zonën është filan fis, në këtë zonën është filan fis, kudo kishin të njohur. E kështu e ke parasysh me qenë Katun për shembull, me qenë Katun, e në shkom lagje, gjithë secili ka i qenë. Është e çuditshme kjo, po realitet. Ai që i lagjes qenë domethënë vetëm sa ta njohin nuk i lefin më. Nuk i lefin, i lyn bishtin një ditë, që i lagjes. Kështu funksiononte edhe kjo. Këta aty ku kalonin domethënë kishin njerëzit e vet që nuk i lunte njëri. Vetëm një ishte rreziku. Rreziku ishte Medinja. Por dhe Medinën ata mendonin se ishin duke e kopsit, sepse ishin duke nxit hebrejt, dhe në të njëjtën kohë kishin nxit Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Dhe mendonin se janë sigurt. Allahu xhallahu ala në Kur'an në famlar drejtohet dhe thot në mënyrë të përgjithshme: "Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin." Ata bëjnë kurthe, e thurin plane dhe Zoti bën plane. E planet e Zotit janë ata të cilët triumfojnë. Dhe çfarë dolin pa, ajo që dolin pa ishte plani i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që fakti që Ebu Sufjani radhiyallahu anhu udhtonte me kaq pak njerëz tregonte për siguri. Unë më parë kam përmendur se
në një ndër përballjet e para ku nuk u zhvillua luftë që është e vërteta, ka qenë midis Ebu Xhehelit dhe Hamzait në atë që njihet ndryshe domethënë si ekspedita e parë ushtarake e dërguar nga i dërguari i Zotit. Dhe thash që ai Ebu Xheheli kishte nga 130 në 300 veta që e shoqëronin. Mirë, pse ky me kaq e ky tjetri jo me aq njerëz? Sepse Ebu Xheheli për nga natyra ishte edhe natyrën që donte të dukte, donte të dilte në pa. I pjesë e mirë për ju gjithë kanë jetuar në 97-ën. Kemi parasysh në 97-ën ata të cilët bëheshin si garipa, do thonë i rreshtoheshin 30-40 veta, se garip kush u qunte, ai që kishte më shumë rreth vetes. Kush kishte më shumë rreth vetes, do thonë ai u qunte më garipi. Për kuriozitet ju përmend në 97-ën një koleg i imi thot, sa po isha këtu thot, ku e disha unë ç'ishte bota në Shqipëri, ç'më pa në Shqipëri, po sto bloku më dhe arma më dhe shkojnë në xhami thot duke u fal ishte jaci dhe ishte verë. Thot duke u kthy nal, vrej tha rob thot armatos deri në dhomë, po jo policë, kupto. Kisha hik tham 91-shin që u kthy tham 97-ën, në 6 vjet. Çfarë ka re? Ku e të shku? Në shtëpi time, ku e të shku? Në shtëpi time. Kishin bë varg këta ato. Jo kush je, kush si je, s'njifte më njëri, dhe se unë ishe më plagje aty. Dhe ai tha që e komandon, dhe se nuk po përmend emra, se janë emra të njohur, domethënë, ai që e komandon dhe tha çetë ty ishe shoku im i fëmirisë dhe shok i ngushtë me non, domethënë 97-ën. Filoni, po ku është? Thuaj tha që ka arë filoni, se s'mi që taku tha i tha, nuk e dini që ka marrë. E kur shkoj tha unë me taku tha ç'me pa, tha. Arma tas tha, pistoleta kneje, kallash kneje, i rrëku digjohë, por gjithë ne tha, shef tha ky mund tha se kur kisha hikta pa mjekër, kur isha këty tha me mjekër, kështu. Student, domethënë, kthehet student. E tu më pa. Filoni po, ç'ke bëu kështu më valla? Ma po thash, nene ç'kam bëu? Se unë do mi ka dhonë Allahu, këtu i kom pas. Thjesht nuk i kom heqë, domethënë, tu i kom pru. Po ç'ke bëu ti? Ti ç'ke bëu me këtë? Po janë kohë të vështira. Po pse janë tash kohë të vështira, kështu bëhen? Me nejt me hekra me gjona, po ne ishte i fëmijë tha i vogël tha aty. Ku dëgjoj tha se mund të ishte në një nip i tij, unë tha fëmijës tha. Hajde vi xhaxhi tha u tan fëmia dhe shkoi me vrap tha kik. Thash ti një cop kalamon nuk e tramre. Fëmia vetëm me ardh kjo unë kur u tram, erdhi këty që ke i tufa armë. Dhe Ebu Xheheli ishte kjo lloj prerje të ndërumit e mi. Ishte nga ato garipat që dojte me u duk. E ne kur ke parasysh ka i lloj kategori njerëzish, si ka mundësit, do të marr parë borxh ose do të bëj dasëm. Po çdo më valla se nuk po flas as gjë tjetër, po çdo më valla se ti nuk e ke atë nivel. Jo. Do të bëj dasëm, do të bëj kaq, do të bëj aq. Pse gjitha këto? Ti tregon domethënë që je bosh këtu. E ke thonë as me qeraja, se kur e jep me qera merr një lek, po pa qera i të ke fal. Dhe Ebu Xheheli kishte një kategori njerëzish që ç'bonin, domethënë dojshin me u duk. Maraku më i madh ishte me ranë sy. Mirë, po i till nuk ishte Ebu Sufjani. Ebu Sufjani domethënë ishte ndër më të zgjuarit e arabëve. Ndaj ai kishte qëllimin e tij dhe këtë e ka vërtetuar pikërisht në këtë ndodhi. Kur ka dërguar lajm, se nuk do ta tregojmë të gjithë luftën e Bedrit sonte, po kur ka dërguar lajm në Mekë që po rrezikohet karvani dhe janë mobilizuar atë gjithë, sa po ka shpëtuar, domethënë që i ka shpëtuar rrezikut, që ndroi larg rrezikut, u shkruan letër dhe i thotë kthehuni se më rum punë. Për s'është nevojshme, nuk është nevoja më. Po s'kemi pse me bë luftë. Mos mendoni domethënë se Islami ka nxit në luftë
pra thjesht se të futemi në luftë. Përkundrazi, profeti alayhi salatu wasalam ka thënë la tatamannu liqa al-adu. Mos e kërkoni përballjen me armikun, ama po ju ra duroni. Në traf, domethënë se duhet më përball me luftën, atëherë thotë duhet me duru. Ama ju mos e kërkoni atë. Dhe Zoti në Kur'anin e tij famlar thotë kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju është obliguar juve lufta. Dhe ajo është e urryer për ju, pra nuk është se e doni. Shifse e parashtron Allahu. Ju mund ta urreni diçka, por ajo mund të jetë në të mirën tuaj, në dobinë tuaj. Mund ta dëshironi diçka, pra mund dëshironi që mos merrni pjesë në luftë, por ajo të jetë në dëmin tuaj, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Pra Ebu Sufjani çfarë tregoi me këtë veprim? Tregoi se ishte njeri i zgjuar. Ndaj dhe i kërkoi Kureshitëve ktheuni mbrapa se ajo të cilën ne e kërkonin shpëtuam. Mirë po ky garipi, e ca garipa të tjerë me Ebu Xehlin, ja thanë ato, jemi nisë për luftë. Duke qenë se jemi nisë për luftë, do të vazhdojnë. E vazhduan, e psuan. Ebu Sufjani domethënë i qëndroi të vetes dhe ka treguar zgjuarsinë e tij në përballjet me pejgamberin alayhis salatu wasalam në mënyrë të vazhdueshme, që është e vërteta. Domethënë ka qenë një ndër armiqt më të fortë për të dërguarin e Zotit, se ishte njeri i matur, nuk e merrte euforia, nuk e merrte emocioni. Domethënë ishte i qartë në ato që kërkonte. Profeti alayhis salatu wasalam një diçka tjetër të cilën e ka bërë në këtë betejë, se mund ju ndodhi ta lexoni në librat e historisë, është se deveve u varnin nga i zile në qafë. Thuhet se këto zilet në qafë ja varnin për t'i ruajtur nga syu i keq. Ne varim ka i kukull, hurdha, bri dashi, patku kali, një këpuc 10. Allahu na fal. Thuhet që u varnin zile, domethënë kafshë ose deveve konkretisht për t'i ruajtur nga syu i keq. Dhe pejgamberi alayhis salam gjoja e parë ishte që urdhëroi domethënë t'i hiqen zilet. Kjo thuhet se ndaj e përdornin, ndërsa unë them që nuk mund ta përdorin muslimanët një diçka të tillë, por arsyeja sepse profeti sallallahu alaihi wasallam domethënë i urdhëroi që t'u heqin zilet. Nuk ishte kjo pjesa, se po të ishte kjo do të ishte me vend, po ishte që mos t'u hutonin domethënë kur të bëhej përplasje. Pra ato zilet të mos hutohenin nga diçka e tillë. Ndaj i dërguar i Zotit, ku do shkojë të nderuarit e mi në çdo situatë ishte shembull, ishte edukator, ishte mësues. Pra nuk të linte asgjë me kalu kështu hajmë. Ç'tjet kismet? Po kismet pra po kismetin si ta kërkojsh. Pra gjujmë gurtin e thu ka qenë kismet mira kokës. Mos gjujsh ti. Ti gjujte, thu ka qenë kismet. Kismet ka qenë. Kush e finalizoi atë kismetin, e finalizove ti. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam domethënë ishte shembull në mënyrën se si sillej me të tjerët. Lufta e Bedrit do të ketë detaje të shumta në të cilat do të ndalemi javë pas jave inshallah. E lutim Zotin xhel xhelalu, Zot na falë na mëshiro. Na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhis salam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mëson Zot ta bëjmë atë në shërbim të fesë tonë. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mëson Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadat. O Zot na bëj pasues të traditës së dërguarit tënd, të shokëve të tij. Na bëj shembull të mirë kudo që ne jemi, kudo që ne ndodhemi, kudo që ne shkelim. Zot, sikur se na mundsove të mblidhemi këtë vend begat me madhru madhrinë tënde, na mundson Zot që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mblidhemi të bëhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.